Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Të gjitha falënderimet takojnë Allahut azza wa jalla, sa paqja dhe bekimet e tij qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen, shokët dhe gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar, po vazhdojmë edhe sot me lejen e Allahut azza wa jalla me takimet e zakonshme dhe jemi sot në takim me lejen e Allahut xhallahu ala me një emër për emrave të Allahut azza wa jall. Dhe emri i radhës është emri Allahut el-Jabbar, sikur që ka ardhur në surën Hashr, dhe renditja që jemi duke ndjekur që nga fillimi i përmendjes së emrave të Allahut azza wa jall. Andaj kemi marrë për emrin Allahut el-Malik, el-Quddus, el-Salam, el-Mu'min, el-Muhaymin, el-Aziz në takimin e fundit, dhe sot është takimi jonë me emrin Allahut el-Jabbar. Emri Allahut el-Jabbar është përmendur në Kur'an një herë, dhe kjo është bërë në surën El-Hashr. Flas një herë në kontekstin pozitiv, si emër i bukur i Allahut azza wa jall, ndërsa në kontekstin e qortimit, kur krijesa mbeshet dhe tenton të mbeshet me një pjesë të këtij emri, atëherë Allahu xhallahu ala ka përmendur në disa raste në kontekstin negativ, duke i kërcënuar ata të cilët marrin guximin që të i kalojnë kufit e tyre njerëzor dhe të mbeshin me ditë që i takon Allahu te bareka o taala, ose ta keqpërdorin atë që tek Allahu xhallahu ala është e dobishme ta përdorin në kuptim të dëmshëm. Në aspektin gjuhësor, emri Allahut el-Jabbar i ka disa kuptime. Dhe sikur që kemi përmendur në disa raste të tjera, varësisht nga njëra edhe nga kuptimi gjuhësor, atëherë edhe e merr kohën edhe kuptimi i këtij emri në raport me Allahun azza wa jall. Jabara ose ajbara në gjuhën arabe thash i ka disa kuptime. Kuptimi i parë që mund të përmendet është me përmbajtje të një imponimi, detyrimi, urdhri të pakthyeshëm. Prandaj thuhet ajbarahu pe fjalë jabara, e ka detyru, e ka imponu, e ka urdhër të pakthyeshëm. Ose jabara el-kasr në gjuhën arabe gjithashtu ka kuptimin kur një çështje është e pangritur si duhet, është e dëmtuar, është e paplotësuar, është e mangët dhe me intervenim nga jashtë plotësohet, forcohet, ngritet e kështu me radhë. Dhe në këtë kontekst do të thotë gjithashtu përmendet edhe kuptimi i një lartësie, i një madhështie, i një ngritje që të tjerë nuk mund të arrijnë. Prandaj hurmeja apo trungu i palmës, i cili rritet aq shumë që njerëzit nuk mund të kapen frutet e saj me dorë, i thonë el-Jabira ose el-Jabbara, i thonë trungut të kësaj hurmeje, thash që frutet e saj janë aq të larta nuk mund të ngritet, nuk mund të arrihet me dorë. Në gjuhën arabe ka edhe kuptimin e një lartësimi dhe një ngritje që të tjerë nuk mund të arrijnë deri atje. Dhe gjithashtu emri Allahut el-Jabbar që vjen nga kjo fjalë el-Jabara ose ajbara, rënja e saj në gjuhën arabe, vjen gjithashtu me kuptim të një mposhtjeje, të një ngadhnimi, të një pushtimi të dikujt mbi dikën tjetër. Pra në gjitha këto kuptime mund t'i ketë në rrafshin gjuhësor kjo fjalë ose rënja e këtij emri. Allahu xhalla xhelaluhu e ka këtë emër el-Jabbar, thash duke ju referuar ajetin në surën Hashr dhe gjithashtu hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atëra në raport me Allahun xhalla wala ky emër çfarë kuptimi ka? Në raport me Allahun xhalla wala ky emër fillimisht thash duke ju referuar dhe kuptimeve gjuhësore, kuptimi i parë i këtij emri është se Allahu xhallahu ala është ai i cili është i lartë, është i ngrituri dhe krijesat nuk mund të arrijnë deri tek ai. Ndërsa kuptimi i dytë i këtij emri është në raport me Allahun xhallahu ala gjithashtu se Allahu xhallahu ala në kuptimin pozitiv i ka detyruar dhe u ka imponuar krijesave atë që ka të bëjë me krijimin e tyre. Atëherë këtë formë që ne e kemi,
që dukemi në kuptimin fizik kështu, këto pamje që ne i kemi, a i kemi zgjedhur ne para se të krijohemi, sikur për shembull të shkon njëri tek një rrobaqeps ose të shkon tek një njeri që berber qedh flok ose kështu me radhë dhe mbas katalogut kërkon që të jap formë caktuar teshave të tij ose mbas katalogut kërkon të jap formë të caktuar pamës së flokëve të tij. Kjo është e mundshme. A ka ndodhur kështu para se të krijohemi me katalog, kemi zgjedhur si dukemi jo. Allahu xhallahu ala na ka detyruar në një kuptim që ta kemi këtë pamje, ta kemi këtë dukje. Gjithashtu Allahu xhallahu ala me emrin e tij El-Jabbar ka bërë që edhe ne ti përkasim një kombi të caktuar dhe ne jemi të jetojmë në vend caktuar pa përzgjedhjen tonë, pa konsultimin tonë, pa vullnetin tonë. Gjitha këto i ka bërë Allahu xhallahu ala pa i pyetur kërkesat. Gjithashtu Allahu xhallahu ala ka vendosur që toka të duket kështu, apo dhe ai ka vendosur që qielli të duket kështu dhe këto male të duken kështu. Gjitha këto u ka imponuar krijesave dhe nuk ka kush e bën ndryshimin e asaj që Allah ka vendosur të jetë kështu. Dhe padyshim se kjo e ka një dobi, një ursi, se po deshi Allahu xhallahu ala të gjitha do t'i bënte kështu. Të gjitha do t'i bënte kështu, të madje edhe do t'ua impononte njerëzve adhurimin e tij. Do t'ua impononte njerëzve edhe pasimin dhe ndjekjen e mësimeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do t'ua impononte njerëzve besimin e tij, sikur që u ka imponuar formën e tyre, u ka imponuar edhe përkatësinë e tyre kombëtare, e të gjuhës, e të prindve e kështu me radhë. Prandaj edhe kjo është një kuptim për kuptimeve të këtij emri në raport me Allahun azza xal, se Allahu te baraka taala është i gjithfuqishëm dhe ai u imponon krijesave të tij atë që ai dëshiron, të gjitha rrafshat që ai don, pa e konsultuar askën, pa e pyetur askën dhe gjithashtu pa i dhënë llogari askujt pastaj për këtë përzgjedhje. Allahu xhallahu ora para se të përzgjedh se si do dukemi ne dhe ku do të jemi ne, apo nuk e ka konsultuar askën. Madje edhe kur ndodh kjo nuk i raporton askujt, as për asgjë nuk i kërkon falje askujt, nga se është El-Jabbar. Andaj ka njerëz që mund të vinë me tmeta dhe mund të vuajnë për shkak të këtyre tmetave në këtë dunjë, megjithatë Allahu xhallahu ora nuk i raporton askujt, nga se kjo ka ndodhur me këtë emër të Allahu xhallahu ora El-Jabbar, i cili bën atë që don, sikurse Allahu xhallahu ora thot në surën Yasin, në fund të surës Yasin, domthon inma amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Inma amruhu, Allah çështja në raport me Allahun xhallahu ora është që kur dëshiron të ndodhë diçka, Allahu xhallahu ala i thot asaj bëhu dhe ajo bëhet. Prandaj sikurse do ta marrim edhe tek ndikimi i këtij emri tek ne, njeriu duhet që kur të sheh këtë lloj-llojshmëri të krijesave, apo dhe kur sheh këtë vendosje të krijesave të tjera në vendet e tyre që nuk mund të lëviz askush, kur të sheh ndryshimin e ditës dhe natës që Allahu ai imponon njerëzve nuk i pyet, padyshim se kjo ka një rezultat të caktuar në zemrën e njerit në raport me besimin në Allahun te barekuhu teala. Andaj kjo ka një kuptim të emrit El-Jabbar, edhe pse këto dietarët islam kur kanë folur për këtë lloj imponimi, tash un po flas imponim kuptim pozitiv, jo një detyrim të kuptimit negativ, por imponim dhe detyrim i shoqëruar me urtësi. Se nuk është vetëm imponim dhe detyrim, po është një imponim dhe detyrim i shoqëruar pastaj dhe i plotësuar me emrat e mbetur të Allahu xhallahu ala, sikur është El-Alim i gjithdijshmi ose El-Hakim i urtë. Prandaj ai imponon dhe detyron duke gjithashtu në bazë të dijes, në bazë të urtësisë, në bazë të drejtësisë, në këtu plotëson tek Allahu xhallahu ala, e të cilat të gjitha mungojnë të gjitha tek njeriu. Në kuadër të kësaj që thash se Allahu xhallahu ala u imponon njerëzve një mënyrë të saktuar të dukes, gjithashtu këtu dietar kanë shkput, edhe pse bën pjesë në këtë, kanë thënë se ai gjithashtu është i cili u imponon njerëzve edhe do të thotë sasinë e shfrytëzimit të rrezikut. Ai cakton kush do të shfrytëzon. Ai shfrytëzon kush do të gëzon nga furnizimi i Allahut te baraka ve taala, dhe në këtë drejtim njerëzit nuk mund të bëjnë negociata. A ka mundësi të bëhet për shembull me Allahun xhallahu ala në momentin kur i vije njeriu duke qenë në barkun e nënës, apo sikurse ka në hadith në Abdullah ibn Mesudit, dhe aty të cakton disa gjëra njeriu. A ka mundësi aty të negocion prindi me melekun, thuaj Allahut për shembull se jetën e ka 20 vjet, 50 vjet, të bën 55, rrezikun do të harxhon kaq, të ashton do, kështu më radh, a ka mundësi? Nuk ka mundësi, nga Allahu xhallahu ala la yusalu amma yaf'al. Nuk pyetet, as nuk jep llogari për atë që bën, nga sort El-Jabbar.
Prandaj një nga kuptimet e emrit Allahu El-Jabbar në raport me Allahun xhallahu ala është edhe kuptimi që është edhe gjuhësor, por normalisht në raport me Allahun xhallahu ala është më i plotësuar dhe më i shtjelluar kuptimi i imponimit, kuptimi i detyrimit i urdhit të pakthyeshëm. Në kuadër të kuptimit të emrit Allahut El-Jabbar, do të thotë kurimit tek kuptimi i imponimit dhe detyrimit, gjithashtu edhe dietarët e kanë përmendur se Allahu xhallahu ala edhe vahjin, edhe përmbajtjen e vahjit, edhe urdhët dhe ndalesat, gjithashtu e ka bërë Allahu xhallahu ala pa i konsultuar krijesat dhe pa i pyetur ata. Çfarë është e dobishme për juve, çysh u përshtatet juve për shembull kohërat, kur keni qef ju për shembull me pas namazin, kur pelojmë agjerimin, këtë se ka pyetur Allahu xhallahu ala. Mirë, po këtu Allahu xhallahu ala ka imponuar përmbajtjen e vahjit, por nuk e ka imponuar zbatimin e tij. Po dëshirante do të impononte të zbatimin. Dhe krijesat nuk do të kishin rrugdalje tjetër për të zbatojnë ligjin e Allahu xhallahu ala. Por këtu është urtësia e Allahu xhallahu ala që një pjesë të zbatimit të asaj që Allah e ka zbrit dhe i ka dërguar pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, e ka lënë në liri të njeriu, megjithatë edhe kjo liri është e kufizuar, por ja ka lënë njeriu në bazë të urtësisë, nga se në bazë të kësaj lirie pastaj vjen edhe përgjegjësia. Nga se Allah po të dëshironte, do të impononte edhe kësira sikur që ka imponuar dhe na ka detyruar për shumë gjëra. Prandaj nuk ka nevojë me zbrit shpallë se na duhet me thith oksigjen. Apo as nuk ka nevojë me moj ders. Për shembull, s'ka duhet me shku me një fshat ose në qytet me bë davet me thirr njerëzit se duhet me hungur buk, që s'hani keni me vdek. A ka nevojë me bë davet për buk? Nuk ka nevojë. Nga se njeriu lind me këtë nevojë dhe me automatizëm do të thotë shfaqet nevoja e madhe për buk dhe ai han pa vet asken as pa thirr kurkush me hungur buk, as pa mësuar askush e kështu me radhë. Nga se këtu Allahu xhallahu ala e ka plotësuar deri në fund emrin e tij El-Jabbar. Edhe ka imponuar dhe e ka detyruar duke bërë të varur nga ushqimi, por edhe e ka detyruar që të hanë buk, apo të pinë ujë, apo të thithë këzine kështë më radhë. Ndërsa në rafshin e vahjit, Allah xhallahu ala e ka, do të ja ka imponuar njeriut verzionin e caktuar të shpallës. Pa e pyetur fare, mirë pa e ka lënë të lirë në përzgjedhjen se a do të merr apo jo për shkak të urtësisë Allah xhallahu ala dhe për shkak të përgjegjësisë që nesër njeriu ta ketë para Allahut te bareke ve teala. Andaj edhe në këtë rafsh do të thotë ka pjesë emri Allahut El-Jabbar, nga se Allahu xhallahu ala ka dërguar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe nuk e ka pyet askënd kënd po keni qef mua dërgua, po e as nuk e ka pyet në gjuhë po keni qef, e as kur po doni ju, gjitha këtu i ka bërë Allahu te bareke ve teala me dëshirën e tij, me imponimin dhe detyrimin e tij në kuptim pozitiv, të shoqëruar sikur sa thash, ky imponim apo ky detyrim i shoqëruar me urtësinë e Allahu xhallahu ala, me dijen e tij, me urtësinë e tij e kështu me radhë. Prej kuptimit të emrit të Allahu xhallahu ala gjithashtu El-Jabbar që është përmend, është gjithashtu se Allahu te bareke ve teala është ai i cili imposht ata të cilët dëshirojnë të jenë imponues dhe dëshirojnë të detyrojnë krijesat për zbatuar ligjet dhe urdhët e tyre. Se ata janë kundërshtim me ligjin e Allahut te bareke ve teala. Allahu xhallahu ala është ai i cili imposht ata. Prandaj edhe emri Allahut El-Jabbar përdoret edhe në këtë rafsh për mposhtjen e armiqve të Allahut azza xal. Ai është i cili imposht ata dhe nganjëherë kjo mposhtje bëhet me sebeb në kuptim përmes krijesave, fuqizon Allahu xhallahu ala ushtrinë e tij, i jep përkrahje pasuesve të hakut që ata të mposhtin ushtritë e batilit dhe të kodës, por nganjëherë Allahu xhallahu ala imposht pa sebeb, pa ushtri, pa konflikt, pa konfrontim, imposht Allahu xhallahu ala me fuqinë e tij dhe me emrin e tij El-Jabbar. Andaj ai që e ka mposht faraonin s'ka qenë Musa alayhis salam. Musa ka qenë duke ik. E kush e ka mposht faraonin e ka mposht Allahu xhallahu ala, nga sa El-Jabbar. Faraoni pretendon se ai është Jabbar, imponon të njerëzve version të caktuar të jetës, version të caktuar të kuptimit të besimit, imponon të se ai është, domthon Zoti dhe i detyron të njerëz në këtë besim, dhe Allahu xhallahu ala e mposhti vet me emrin e tij El-Jabbar. Dhe kështu ka qenë gjatë historisë. Allahu te bareke ve teala gjithmonë ka mposht armiq të shumë të fesë Allahu xhallahu ala, armiq të shumë të pejgamberëve të tij, armiq të shumë të njerëzimit, të cilët do të thotë kanë keq përdor pozitën e tyre, kanë keq përdor fuqinë që u ka dhënë Allahu xhallahu ala, duke u shndruar në momente të caktuara në egërsina,
duke u shndruar në njerëz arrogant, të rrap, të ashpër, të cilët kanë menduar se i tërë pushteti është në dorën e tyre, duke menduar se i tërë sundimi është në dorën e tyre. Dhe Allahu xhallahu ala i ka poshtë dhe i ka nënçmu me mposhtje që s'kan pas mundësi të rezistojnë nga asnjë aspekt. Për këtë arsye pejgamberi Allahut azza xhall vazhdimisht kanë këshilluar popujt e tyre që mos të jenë nga të atilët. Sikur që ka përmend edhe vet Isa alayhi salam, do të thotë kur ka folë për misionin e tij, ose Yahya alayhi salam, dhe vetë Allahu xhallahu ala i ka thënë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se me gjithë atë që ti je në rrugën e drejtë, ti e bën këtë shpallje, ti ki të drejtë njerëzit i ftosh në emër të Allahu xhallahu ala, megjithatë Allahu në surën Kaf thotë wa ma anta alehim bi jabbar. Ti nuk je që mundesh njerëzit me i detyru me dhunë apo me fuqinë e pushtetit që ata të besojnë Allahu xhallahu ala. Prandaj besimi bëhet në baza vullnetare, me dëshirë. Po, mund të ketë nganjëherë dënime, mund të ketë nganjëherë një lloj detyrimi, po është i pjesërisëm. Po në Islam nuk ka detyrim komplet në fe. Ai beson vet, bindet vet, pastaj disa rregulla caktuara mund vinë si me imponim caktuar. Për shembull, që të sjell ligj udhëheci musliman ose halifja që në kohën e namazit për shembull të mbyllin dyqanet. Por ky nuk është imponim i tërësishëm, apo ai ka nënshkruar vetë që ti je musliman, ai ka nënshkruar vetë që e fal 5 vaktet, e tash për me marrë këtë rregull që ti ke konfirmuar, na marrim masa për këtë punë. Mirë, po ata që në esencë nuk kanë nënshkruar se e pasojnë pejgamberin sa kanë vëmë an talim bi jabbar. Dhe nuk ja që me dhunë mund shtet me i fut në fenë Allahu xhallahu ala. Prandaj edhe metoda e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka qenë thirrja, ka qenë ftesa, ka qenë dialogu, ka qenë debati, ka qenë urtësia, e nuk ka qenë domthonë imponimi me anën e pushtetit. Prandaj edhe në Mekë kur ja kanë ofruar pejgamberit sallallahu alajhi wasallam pushtetin, ka refuzuar. Nga se i kanë thënë ato 3 ofertat e njohura që ja ka bërë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, njëra prej tyre ka qenë pushteti, dhe pushteti pa kontestueshëm, të cilën se ka pas askush në Mekë. Nëse fiset Mekë kanë qenë të shpërndara, kur kanë marrë vendim me një farë lloj konsenzusit përbash të fisëve, por që një njeri me autoritet të pa kontestueshëm, kështu kurrësh nuk kanë pas. Dhe këtë ja kanë ofruar pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, megjithatë ka refuzuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nga se nuk është misioni i tij që përmes pushtetit të instalon besimin. Jo, përmes bindjes dhe përmes thirrjes në Allahun xhallahu ala. E pastaj po, kur dikush për shembull nuk është i vetëdijshëm për çka ka nënshkruar, duhet nganjëherë ka pak me një lloj imponimi, po edhe ai imponim nuk është, do thotë, i dhunshëm, por është një imponim i shoqëruar me urtësi, me butësi, me mirësi, që njeriu të kthehet në rrugën e Allahut azza wa jalla. Andaj edhe urdhni pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për të urdhëruar fëmijët me fal namaz. E pastaj kur ti bëjnë 10 vjet nganjëherë me një lloj detyrimi me shtim me fal namaz, që nuk është detyrim negativ, detyrim i dhunshëm. Jo, por është për të mirën e fëmijës, nga sa ai nat mosh nuk din me vlerësu çka mirë çka keq. Dhe nëse nuk i bindet asaj që prindi për të ashtu që është i mirë, lejohet prindi si një autoritet më i lartë se ai, apo me përdor një mas të caktuar të detyrimit, po jo të dhunës. Nëse ka dallim detyrimi dhe imponimi dhe dhuna. Dhuna është diçka tjetër. Prandaj në Islam, ajo që tentojnë ta përmendin se është përhap Islami me dhunë, është përhap me shpata, me kështu me radhë, gjitha këto janë do të thotë në kundërshtim me të gjitha dispozitat e shariatit apo. Duke filluar nga vet akti i shahadetit apo. Çdo njeri që nën presion në shpatë të thotë shahadetin, fetarisht ka argumente që nuk pranohet shahadeti i tij apo. E më thonë për punë tjera apo. Çdo njeri që falet për syt sultanit apo, për syt halifës apo, shariati s'pranohet kjo punë apo. Shariati kish s'pranohet kjo punë. Andaj ka shumë dispozita dhe rregulla shariatikisht që e rënojnë një tezë të tillë, hiç pa ju kthy fakteve historike. Pa ju kthy fakteve historike, histori hiç pa u kthy atje. Se si është përhap Islami, se në çfarë mënyrë është përhap, pa u kthy atje. Domthon rregullat e shumta shariatet na mësojnë se nuk ka Islam me dhunë. Po, ka dhunë dhe atyne që bëjnë dhunë mbi ata që do të bëjnë musliman. Ka popull i tërë, i shkret, i pa informum, apo dhe musliman do me informu për Islam, dikush i rrin nuk dhe, apo musliman kur kanë luftuar me ushtri të caktuara, nuk kanë luftuar kur
për me bu musliman. Kanë luftu për me uqil rrugën që tjerë me këtë qëkartë islami. Që kur s'ka ndodhë në asë luftë në historisë islami nuk ka ndodhë që musliman nuk kanë thonë atyre kër i kanë zonë rabë me dhunë, me shpatë pranoj islami, bënë musliman. S'ka kështë kërkon, s'ka ndodhë kështë kërkon. Prandaj dhe historikisht kanë qëndru kiksat pranë në kohën e halifëve dhe ka rregulla që ulemat i kanë shkruar që quhen ahkamu ahli dhimme, rregullat e banorëve jo musliman të shtetit islam. Po të kishte me qenë objektiv imponimi, s'ka rregulla për ta, se veç një rregull vlen, bënë musliman ose vrasje. Po të ishte dhuna opsioni i vetëm që muslimanët e kanë përdorur. Mirë po, fakte që ekzistojnë libra, dispozita juridike të shumta, rregulla që rregullojnë raport me muslimanë jam me kuptuar se aty nuk garantohet në liri të caktuar fetare që të ushtrojnë besimet tyne në sallata të shtetit islam. Prandaj edhe historikisht është dëshmuar e kundërta, sikurse ka ndodhur me banorët e Egjiptit, me banorët e shumë vendeve që kanë shkruar letër halifës dhe kanë kërkuar që të dërgon ushtri që të shpëton nga këmba e pushtetarit të tyne, nga këmba e zullumit të tyne, që të futen në drejtsinë e islamit. Prandaj edhe kur muslimanët janë nisë me çliru Persin në betejën e famshme të Kadisijës, kur janë përlesh, Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu ka qenë udhëheqi i ushtrisë që ka dërguar Omeri radhiyallahu ta'ala anhu dhe ka kërkuar Rustumi, komandanti suprem i forcave të Persisë, që të ketë takim paraprak me një përfaqësues të ushtrisë së muslimanëve. Atëra Sa'd ibn Abi Waqqas ka dërguar Rib'i ibn Amir radhiyallahu ta'ala anhu e ka dërguar. Dhe në kontaktin e parë kur e ka pyet për çka jeni ardhur, Rib'i ibn Amir ka thonë atë. Misioni i qartë i muslimanit që është atë. Kemi ardhur me nxjerr njerëz nga errësirat e shumta në ditën e Islamit dhe nga ngushtimi i dunjas në gjerësinë e dunjas ahiretit. Nga se pushtetar zullumçar njerëz u ngushtojnë në dunjan, apo duke shkaktuar krizë ekonomike, s'ka më hungur bukë për të tonë, apo kur s'ka për tonë kush do të më hungri parë ai atë. Apo s'ka ujë për të tonë, kur s'ka për tonë kush do të më marr ai të më marr atë. Kështu më radh gjithë ai shkon duke i ngushtuar të tjerët e duke i azhëruar vetes atë. Islami ka ardhur me azhëru të gjithëve atë. Më tregu se ka për të gjithë. Se çdo njeri para se të krijohet, Allahu xhalla xhelaluhu apo ja ka caktuar rrezikun e tij. Ai vjen këtu me një hapësirë të caktuar të shuzimit të kësaj bote. Prandaj dhuna nuk është opsion në Islam, po ndonjëherë shteti ka ligje që dënon për shkak të shkeljes së rregullit të kësaj bote këtë diçka tjetër. Mirë po Allahu xhallahu i ka thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam anta alehim bi jabbar, ti nuk je, shikoj këtu jabbar ka ardhur, tu nuk je që mush njerëz me dhunë apo me imponim, me detyrim me i fut në Islam. Nëse dënohet prezantimi i dhunshëm i Islamit apo e çfarë ta merrmania kur bëhet ky prezantim i dhunshëm i diçkave që me urtësi s'bën prezantuar. Me butësi nuk bën prezantuar, diçka që është në kundërshtim me ligjin e Allahu xhallahu ala. Andaj Allahu te baraka të gjithë këta zullumçar që imponojnë dhe detyrojnë njerëz dhe në bazë të mos zbatimit i dënojnë njerëzit. Padyshim se këta bëjnë pjesë në këtë kategori të këtyre xhebarëve, të këtyre zullumçarëve, të këtyre imponuesve, atyre që detyrojnë njerëzit dhe të gjitha Allahu xhallahu ala i ka kërcënuar me mposhtje. I ka kërcënuar Allahu xhallahu ala me gjynjëzim në kohën dhe momentin kur Allahu xhallahu ala e din se ajo është e nevojshme dhe e duhur. Prandaj gjatë historisë Allahu xhallahu ala ka mposhtë zullumçar të shumt, edhe pse pushteti i tyre ka qenë në rrafshin njerëzor i pakontestueshëm, edhe pse pushteti i tyre ka qenë në rrafshin njerëzor do të thotë shumë thellë i vendosur. Megjithatë Allahu xhallahu xhelalu i ka mposhtë në mënyra subhanallahu që ti befasohesh se çysh ka ardhur deri tek përfundimi i tij. Edhe sot me lenin Allahu xhallahu xhelalu, Allahu me emrin e tij El-Jabbar, apo ka mposhtë të shumt, do të mposhtë të tjerë që po presin me imposhtë Allahu te barekota nga sa ai ka në dorën e tij. Dhe mjafton nga njëra vetëm një fjalë për anësi kun bëhu apo dhe që dyshon situata rëndësisht nga ajo që ne e shohim me syt tona. Gjithashtu nga kuptimet e emrit të Allahut Al-Jabbar në fakt Allahu xhallahu ala është se sikurse përmend në rrafin gjysor ka të bëjë me një lloj përmirësimi, një lloj rregullimi, një lloj ngjitjeje pasi që diçka ka psuar thyrje. Prandaj Allahu te barekutash është ai i cili zemrat e thyera nga mëkatet i ngjet dhe i bashkon në rrafshin e udhëzimit. Një njeri që është i dopt
dhe është i thyer në kuptimin negativ, nuk mund të lëviz si duhet në adhurimin e Allah xhallahu ala, ai është i cili e ngjet, e bashkon pas shkapërderës që ka pësu në jetën e ignorancës dhe në jetën e mëkateve. Gjithashtu Allah xhallahu ala një rob që s'ka mundësi të ngritet, apo El Jabbar e ngrit në nivelin e duhur që kërkon robi i tij dhe Allah xhallahu ala është i kënaqur. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe nderuar gjithmonë në mes dy sejdëve ka thënë Allahumma ighfirli warhamni, atë duan e gjatë dhe ka thënë wajburni. Wajburni është pikë kësaj apo wajburni ka kuptimin më ngret në shkallën që unë me punë të mia dhe fuqinë time s'muna më ngrit apo. Dhe më plotso në ato aspekte që un kam të meta të shumta që s'muna më plotësua ti më plotësua mua apo. Për nganjëra neve plotësimi ju në disa aspekte na duket një mision i pamundshëm. Se nuk mundemi ne. Por nëse kërkojmë ndihmën e atij që është El Jabbar, padyshim se Allahu te barekuhu teala do të na, sikur sa thot popullon, do të na ngjat dorën, krahun që të na ngrit në nivelin e duhur që ne kërkojmë. Prandaj edhe ky është një kuptim, pe kuptimin e emrit të Allahut El Jabbar. Dhe nëse e rrumullaksojmë këtë që e përmendëm më herët, emri i Allahut El Jabbar do thotë nuk del jashtë tri kuptimeve kryesore. E para, El Jabbar ai që është i ngritur, i lartë, që krijesat nuk mund të arrijnë deri tek ai apo. Gjithashtu është ai që i rregullon dhe i përmirëson çështjet e robëve të tij. Pavarësisht a ka të bëjë kjo me çështjet e dunjas së tyre apo ka të bëjë kjo me çështjet e ahiretit dhe fesë së tyre. Dhe e treta është ai i cili imposht krijesat e tij dhe kjo mposhtje është e lloj-llojshme. Mposhtje e detyrimit të formës së tyre, të pamjes së tyre, të vendit të tyre, apo mposhtje në kuptim të nënçmimit dhe përbudjet për shkak të kryenecisë dhe mendimazisë që shfaqen nga ana krijesave. Pra këto janë tri kuptime themelore me të cilat ndërtohet emri i Allahu xhallahu ala El Jabbar. Në anën tjetër, pjesa e mbetur e shtyllimit të kësaj teme ka të bëjë me ndikimin e këtij emri në jetën tonë të përditshme, ndikimi i këtij emri tek ne në imanin tonë. Mendoj që çdo kush që mediton për atë që ka më herët, apo do të gjejë material të mjaftueshëm për ta ushqyer zemrën e tij, për ta ushqyer imanin e tij me kuptime të rëndësishme të këtij emri të Allahut Azza wa Jall El Jabbar. Mirë po, nuk prish po me rendit disa pyetje. E para, domethënë se njeriu kur të kupton se Allahu xhallahu ala është më i lartë, është më i ngritur dhe nuk ka mundësi krijesa të afrohen tek ai në asnjë mënyrë, kjo vëzhgëruar njeriu i sjell dy dobi kryesore. E para e ushqen zemrën e tij me një lloj kënarie, me një lloj sigurie, apo se ai është rob i një Allahut, i një Zoti që askush nga krijesat nuk mund as të afrohet tek ai, apo e lëra më që ta rrezikosh sikur se kemi thënë tek emri Allahut El Aziz. Prandaj Allahu xhallahu ala sa pengesa, sfida u ka vendosur krijesave që do të mbeten gjithmonë pa të kalueshme. Për t'ia dëshmuar njerëzve se ju këtë në kalani, e mos të për çka më tepër. Andaj, a nuk është dielli sfidë për krijesat? A kanë mundësi ndërme të i kalu diellin? Kur? Madje kjo është e nënshkruar nga shkencëtarët gjitha kohërave apo. Nuk ka mundësi të i kalohet dielli. Apo të kalohet edhe qielli i dunjas i pari, që njerëzit nuk e dinë ku është fundi i tij. Këto ato që janë munduar me zbulu dhe që janë munduar me gjetë, gjitha janë kuadër të qiellit të dunjas. Nëse mi të janë edhe 6 palë qiell tjera, Allahu a'lam për masinë e tyre dhe Allahu e din për gjersinë e tyre. E mbi ato sta qiell është uji i madh, Allahu e din formën e tij, e mbi ujin e tij është arshi i Allahut Azza wa Jall, e mbi arsh Rabbul Alamin. Shikoj ku janë krijesa Allahu xhallahu ala me gjithë këtë që Allahu ka vendosur para krijesave. Dhe kjo është El Jabbar, apo i ngritur i lartë që nuk mund të arrijë askush tek ai. Andaj këtë jap ti një lloj kënarie. Dhe gjithashtu edhe një lloj frikë, respekt ndaj Allahu xhallahu ala kur e ki parasysh këtë fuqi, këtë madhështi, këtë lartësi të Allahu xhallahu ala. Në anën tjetër, Allahu xhallahu ala nuk u ka mundsuar njerëzve me asgjë nga ato që posedojnë këtë dunja t'i afron atij. Në anën tjetër, ty ta ka qenë si robi Allahu xhallahu ala një kanal, apo që përmes tij të lejon t'i afrosh shumë afër Allahu xhallahu ala. Ajo është namazi, ajo është sejdja, përmendja Allahu xhallahu xhelaluhu.
Prandaj a ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, njeriu më së afërmi, do s'ka pozicion që je më afër Allahut më afër se kur je në sejdë. Njeriu më së afërti aqrab ma yakun, njeriu më së afër që mund të jetë është atë kur është në sejdë. A nuk e pretendon tani këtë sindir, shikoj ata sa i kanë për shembull sa mjetet sofistikuar kanë, pajisje tepër zhvilluar apo, dhe megjithatë nuk mund të afron as të një krijesë Allah xhallahu ala. Madje as nuk kanë guxim të tentojnë të bëjnë një punë të tillë. Se i djeg, i shkatron rrësisht. Ndërsa ty Allah ta ka mundsuar pa mjete caktuara apo pa buxhet, pa përkrahje, pa shkencë, pa shtet, pa kurrë i vetmuar, i dopt, ndoshta në xhep nuk i ke as 2 euro thjesht apo ta mundson Allah xhallahu ala që të ngritesh e të afrosh tek Allahu te barekutaala përmes një kanali që Allah ta ka qelë ty. Aso është kjo privilegj, kjo është nder. Prandaj çdo vepër përmes të cilit mund të afrohemi tek Allahu xhallahu ala, duhet ta kuptojmë se El Jabbar ka mundë këtë me mshël me qenë shumë lart prej tij. Pra ai ta ka mundsuar që ti t'i afrosh Allahu xhallahu ala në kohë të cilën të gjithë i ka privu, madje çdo tendencë apo që të afrohen tek Allahu xhallahu ala nga ndonjë derë tjetër për nga drejtërimit i prat një varg ushtarsh të mëdhtë Allahu xhallahu ala që i mposh këta njerëz dhe i bën të gjynjëzohen para madhnisë Allahu te bareke ve taala. Prandaj Allahu xhallahu ala i ka thonë tokës edhe qiellit tia tauan au karhan, nështroni, porulni, dëgjoni me qef ose pa dëshirë. Me dëshirë ose pa dëshirë. Qalu ataynaka ta'in. Ata thonë ja, toka qiell, atë kuptim të ardhëm të nështruar. Ka se edhe po të më erdh, edhe po mos vit të nështruar, do të ishim të nështruar. Qielli dhe toka. Prandaj Allahu xhallahu ala kur na ka mundsuar që t'i afrohemi atij, të nështrohemi atij, na ka ndëru. Prandaj edhe ky emri i Allahut El Jabbar thash, do të ketë këtë ndikim që të ushqen zemrën tonë me një lloj privilegji, nderi, kënaqësie, mburje, gëzimi apo kënaqësie të posaçme se Allahu xhallahu xhallahu krijuesi i gjithësisë, i cili është në lartësira, i ngrituri, i gjithfuqishëm, i gjithpushtetshëm, ai që vendos çfarë do të ndodh, nuk jap llogari askujt, askush nuk mund ta merr pyetje, të gjitha këto një i dobë si unë edhe ti kanë mundësi t'i afrojnë Allahu xhallahu ala më së afërti që është e mundshme. Ta afrohemi tek Allahu te barekutaala. Dhe atë thash pa investu, pa ushtri as pa asgjë, me një veprim të caktuar që është vendosja e ballit në tokë. Ose përmendja Allahu te barekutaala. Ti e përmend Allahu xhallahu ala El Jabbar që është askush s'u t'i afrohet, e askush nuk mund të flet me ta, ti fillon me fol me ta. Nga se ti e përmend, ai të përmend ty jotën. Ose kur bën lutje, apo Allahu xhallahu ala e çel derën e ndëgjimit për ty jotën. A ka mundësi dikush të komunikon me Allahu xhallahu ala jashtë kufinit ose jashtë kanalit të adhurimit? Askush apo. Absolutisht, nuk kanë mundësi apo. Prandaj kjo është një ndikim i rëndësishëm që duhet ta kuptojmë kur flasim për emrin Allahu xhallahu ala El Jabbar. Gjithashtu e dyta që duhet ta kuptojmë se Allahu te barekutaala është ai i cili ka përzgjedh për neve, dhe gjithashtu kjo përzgjedhje ka qenë e shoqëruar me detyrim dhe imponim, s'na ka pyet për pamjen tonë, për dukjen tonë, për furnizimin tonë El Jabbar. Mirë po, thash ky imponim dhe ky detyrim është i shoqëruar me detyri absolute, me urtësi absolute, me drejtësi, kërkujt Allahu zullum si ka bërë. Prandaj nëse njeriu nganjëherë e sheh që Allahu xhallahu ala ta ka imponuar një pamje të caktuar, ose ta ka imponuar një furnim të caktuar. Ndërsa në anën tjetër, nëse këtu ka vendosur kufinin, s'nuk ka më negociata, as nuk ka ndryshim, as nuk mundesh t'i afrosh më afër, sikurse se ka që të negociosh për këtë ndryshim. Në anën tjetër, ta ka qel derën e afrimit, sikur që e përmena, atër kjo gjithashtu tek robi bën që ta ketë një dorë caktuar të turpit për Allahu xhallahu ala, për të kontestuar, për pamën e për këtë, kur e sheh se këtu tek shariati Allahu xhallahu ala i ka dhënë aftësi këtu që të përmirësohet, këtu të rregullohet atë. Prandaj, nëse nuk ke mundësi me e ndryshu pamën tënde fizike, nuk ke mundësi me e ndryshu apo sasinë e rrezikut që Allahu ta ka caktuar që me harxhit, këtë nuk mund të negociosh, apo në anë tjetër e ka qel derën
apo e përmirësimit të dukjes tënde me shariatin e tij apo. Nëse të ka mundsuar mu zbukuru apo me sy tjerë ose me gojë tjetër, ta ka mundsuar që zemrën e mbrapsht me zbukuru në maksimum, veç ai që përmirësohesh me shariatin e tij apo. Atëra ankesa për pamundsinë e përmirësimit këtë rrafsh, a nuk është e turpshme para Allahut xhallahu ala? Çka duhet kjo apo? Tek e fundit kjo është për përdorim të përkohshëm. Kjo pamje fizike është përdorim i përkohshëm. Ajo që kemi në xhep ato është për përdorim të përkohshëm. Sa është kjo e përhershme apo? Andaj nuk është tek e mund e rëndësishme përmirësimi i asaj që është përdorim të përkohshëm. E rëndësishme është se Allahu ta ka mundsuar ta përmirësosh atë që është për përdorim të përhershëm. Zemra. Ajo është për përdorim të përhershëm. Ajo mund të përmirësohet sa dush ti apo. Me lejen e Allahut azhjal. Madje edhe aty ku nuk mundesh El Xhebar të ndihmon atë. Pa intervenime kirurgjike, pa operacione plastike, apo ai ndihmon për të përmirësuar. Prandaj me lëm kët aspekt të përmirësimit, ku Allahu të ndihmon dhe e ka qelë dhe është për përdorim të përhershëm. Dhe tërë jeta të shkon njerit, apo duke u përmirësuar rregulluar aspektin fizik, a nuk është këtu pa Allahu azhjal? Sa njerëz për shembull, veç aty gjinisë femrore, apo sa ju shkon para pasyreve. Po edhe mashkulli që ashtu më shumë, apo të rregullohet duke shikuar, s'po them me doni gjithçysh. Mirë, po gjysmë ore, një orë, apo duke përzgjedh çka më çka kombinohet, çka më çka shkon, çka më po diçka që është përdorimi i përkohshëm apo. Apo ka mundsi një orë me harxhu, apo çka më çka kombinohet si duket dhe posa del në rrugë apo një kerr me kalu me stërpik apo. Es ku me 3 përzgjedhje, shkoj hoxhë, po të më kthy në shtëpi, edhe një orë tjetër me bu përzgjedhje tjetër për mu duk për komo ndrysh apo. Ndërsa nëse bën përmirësim të zemrës, a ka mundsi kur dësh në rrugë, apo tër mundë që e ke dhënë me përmirësu zemrën, një kerr me ta stërpikë me prish, s'ka mundsi kur dësh me stërpikë më. Ato që i ke investuar me përmirësuar zemrën tënde, nuk ka mundsi me prish asgjë. Prandaj duhet të turpërojmë për Allahut azza xhel. Dhe ky turp na mundson që të mundzohemi ta përmirësojmë atë që Allahu ka kërkuar, edhe që është për përdorim të përhershëm, e mos të kushtojmë vëmendje të madhe, madje të rjetën tonë, asaj që është për përdorim të përkohshëm atë. Prandaj sa njerëz u shkon jeta të ndëruar, vallahi jeta u shkon apo duke punuar, duke u angazhu për me ndërtuar një shtëpi. Dhe për këtë as nuk e konteston kohën e tij, për këtë nuk e konteston as shëndetin e tij, për këtë nuk e konteston as mundën e tij, as asgjë. Në momentin kur i thua e namazi, s'kam kohë, për shkak s'po del kurrë. S'kemi kohë për këtë punë. I themi se po ta kupton te emri Allahu al-Jabbar, do të turpëroj pe Allahu xhela xhelaluhu. Se këtu Allahu xhelalu ala ta ka caktuar apo sa do të jetë. Mundi duhet të bëhet, për shkak se Allahu xhelalu ala me urtësinë e tij ka legjitimuar sebepet e caktuara atë. Mirë, po sigurisht që kemi thënë nuk i ka bë vendimtar atë. Ti mundesh më munua atë. Po gjithmonë përballë mundit tënd është emri i Allahut el-Jabbar, apo që vendos një kufi të caktuar të shtirjes tënde, që vendos një kufi të ngritjes tënde. Nuk mundesh sa dush ti. Ndërsa këtu Allahu xhallahu ta ka hap derën. Prandaj a ka kufi kënaqësia e adhurimit? Në raport me Kristin nuk ka kufi atë. A ka prek dikush kufinin e kënaqësisë në namaz që pas atij kufini nuk ka më kënaqësi? Nuk ka kështu. Kjo është një mejdan i hapur. Dhe gjithashtu Allahu xhallahu ala nuk e ka kurzuar me pasurinë, me pushtet, po ka mundsi një pushtetar i madh që ndoshta në rrafshin fizik pushteti i shtrihet shumë larg. Mirë, po në këtë rrafsh është shumë i kufizuar, nuk mundet me përjetuas minimumin, madje as nuk mund të afrohet te brigjet e kënaqësisë së adhurimit ndaj Allahu xhallahu ala. Por disa gjën tjetër ndoshta është shumë i varfër, shumë i papushtetshëm, shumë i kufizuar në këtë dunjë, madje edhe shtëpinë e tij nuk ka ndonjë territor të gjerë, por në rrafshin e adhurimit ka një pushtet shumë të gjerë atë. E gjerësia e ahiretit nuk varet nga gjerësia e pushtetit, por varet nga gjerësia e shfrytëzimit të këtij kanali që Allahu xhallahu na ka mundsuar ta zgjerojmë atë. Pa një duhet të turput tek Allahu xhallahu që të punon atje ku mund ta zgjeron realisht pushtetin e tij tek Allahu xhallahu. Prandaj jeni kur të vorroset në varr, sikur se ka në hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. A ka në hadith të Muhammedit sallallahu alajhi wasallam sharime se disa për njerëzve u ngushtohet varri deri në atë mos saqë brinjet futen njëra në tjetrën. A ka kështu? Në të tjerë disa njerëzve, një kategori tjetër njerëzve
u zgjerohet varri deri në atë mas sa shehsyni zgjerohet pushteti i tij. Këtë zgjerim dhe këtë ngushtim, çka e ka diktu? Vepra e mirë. Përgjigjja e tij në ato 3 pyetje. Pra duke investuar në njërin e 3 pyetjeve, kush është Zoti yt, kush është feja jote, apo kush është ky njeri që kemi dërguar, që të shtrije pushtetin tënd, sa më shumë din këto, sa më shumë të investon këto 3 pika, aq më tepër zgjerohet pushteti yt apo. Nëse këtu El Xhebar të ka dhënë leje më zgjeruar. Në këto tjera nuk të ka dhënë leje më zgjerushëm. Mu është tër jetën me kalu, sikurse ka plot njerëz, tër jeta i ka shku në lodhje në mund dhe në fund pushteti i tij është 2 dhoma apo, një banesë 50 metra katror apo. Asgjë më tepër apo. Asgjë më tepër. Po të ishte me mund, ky njeri do të ishte padyshim shumë më i pushtetshëm dhe shumë më i zgjeruar në pushtetin e tij se sa plot të tjerë. Mirë, po Allahu El Xhebar i ka kufizuar këtë gjëra. Ai është turp i Allahu xhallahu ala, apo që të mirë me zërimin e asaj që është e përkohshme, e të lejmë zërimin e asaj që është e mundshme dhe është e përhershme. Prandaj njoja këtë jam i thash, gjithashtu na bën që të ndihemi një dozë të caktuar të turpit, se ku po e zërim pushtetin apo, ku po godasim, në çka po investojmë na, apo investojmë atje ku Allahu ka dhënë mundësi të afrimit dhe zërimit, apo investojmë atje ku Allahu xhallahu ala ka mbyll mundësinë edhe të afrimit tek ai, edhe mundësinë e zërimit apo. Kjo është ajo që tash e marrim nga emri Allahu xhallahu El Xhebar. Gjithashtu pejgamberi Allahu El Xhebar është se besimtari kupton se Allahu xhallahu ala ka vendosur si këtë feja e tij. Ka vendosur që Allahu te baraka o taala, Allahu ka vendosur që ky të jetë besimin te. Ka vendosur që ky të jetë pejgamberi i tij. Ka vendosur Allahu xhallahu ala që kjo të jetë obligim, kjo të jetë ndalesë. Prandaj në bazë të kuptimit të emrit El Xhebar nuk kalon kohë, nuk shpenzon mund për të bërë negociata në ndryshimin e urit ndalesës, apo por tërë këtë mund të shpenzon në nënshtrimin e asaj dhe zbatimin e asaj që ka kërkuar Allahu xhallahu ala. Andaj për shembull, sa filozof jeta u ka shku, duke mundu me ndryshu me logjikën e tyre një kuptim të caktuar të kaderit apo. Në fund s'kan mujt, nuk mundesh me ndru. Nëse Allahu ka vendosur që çdo ka me kon kuptimi i kaderit. Tër jeta u ka shku apo. Tu mundu me lloj filozofish, lloj domthon ideshe, ku e diun rregulla të caktuara të logjikës e kështu me radhë për me imponu një besim të caktuar në Allah xhallahu ala. Në fund kanë vdek, kanë dështu, mundi u ka shku hoq, nëse ka me të feja Allah xhallahu ala me sinë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ai besimtari nuk tenton me ndryshu, por tenton me u nështru. Nga se se El Xhebar ka vendosur për këtë çështje. Dhe ai që ka vendosur, parmendone, ajo që për Allah xhallahu ala tek nuk është më rëndësia apo. Është e pamundshme ndryshohet apo. E çka të mëron për ato që është më rëndësi? E çka është ajo që është më këtë botë për në është e parëndësishme. A ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam apo se po të kishte vlerë kjo dunja tek Allahu, janaha ba'uda, sa një krah mize, ka që me pas vlerë, apo nuk do të kishte mundësi pa besimtarit të pinte as të hante në këtë dunja. Nëse për shkak të ka peshë, e ata që tek Allahu s'kan peshë, nuk mund të kenë qasë në ato që tek Allahu ka peshë. Po fakti që mizorët, mëkatarët, rebelët, apo fasikat e ndryshëm kanë qasë në këtë dunja, madje nganjëherë bagi me hiset madhe, jep me kuptu se këtë dunja pik vlerë tek Allahu nuk e ka. Apo sikur se një mall ti, apo kur e gjun bërllok dhe vërsulin qet me hongër apo. A e kthen këtë mall që mos pe prishin? Tek mund bërllok apo gjuta, kur të han qet, macet kur don. Çfarë Allah ka gjuar dunjan apo? Rabbet miru ka mundsu që të fitojnë këtu. Po dhe ata i ka kujdes. Për pjesën e mbetur, a han qet, a macet kush han to sa problem mua. Nga se në bërllokun e dunjas marrin pjesë krejt. Edhe njerëz, apo edhe gjend, edhe shejtan, edhe qet, edhe macet dhe këta. Nëse një grup i caktuar me këtyre njerëzve ose krizat Allah xhallahu ala e kanë një suvër tjetër, më në qyshin ata. Edhe pse është pak më vogël se ajo që kanë ata hisnë atje, por megjithatë nuk janë pjesëmarrës aty bërllogu, apo që hanë qet e macet atje. Prandaj Allah xhallahu po të kishte kjo botë tash, pik vlerë tek Allah xhallahu ala, nuk do të kishin qasje ata që nuk besojnë Allah xhallahu ala. Megjithë këtë pavlerë, apo Allahu xhallahu ala ka vendosur rregulla. Po s'ka vlerë të madhe tek Allah, madje hiç. Megjithatë a ka rregull? Ka rregull. Ka një dillje, ka një hanë, është një ditë, është një natë, apo ka rregulla këtu të ndryshme apo të që Allah i ka vendosur rregulla në natyrë. Që pasoj shkenca i kanë do biologjike, kimike, fizike, të lifare, apo ka rregulla.
Dhe ato janë të pandryshueshme. Megjithë, besoj që po e kuptoni ku po do me çu krahasimin atë. Apo megjithë s'ka vlerë, ka një rregull apo. E çka të mërmendja për rregullin që ka vendosur Allah dikun që ka shumë vlerë tek ajo apo. Atje ka rregull atje. Këtu ka rregull apo pse është e pavlefshme ka rregull. Do me kon shnash, do të murojt. Kur ftaf më vesh pak më atrash. Ka rregull. S'është me vlerë kjo, po s'pa kush një rregull apo. Ti respekton këtë rregull apo. Edhe vesh trash, pse sot është dimën apo është ftaf. Ja, nuk duhet me kështu tash një rregull tek shariati. Këto ka rregull, kanë kur më ftaf më vesh pak më ndryshe, kur më nxit më vesh pak më ndryshe. Me kështu këtë rregull që Allah xhallahu ka vendosur tek ajo që ka vlerë të madhe tek Allah xhallahu ajo shariati i tij apo. Prandaj njerëzit a kanë tentuar në histori. Historia tyne a kanë tentuar ndonjëherë me ndru vendin dillit? Unë nuk di. Kur nuk di që njerëzit kanë tentuar. Njerëzit kanë tentuar me shkuën hanë, zbulu hanën. Mirë po zbulimi i hanës ose aso që kanë hanë, po ai në shku ka punë tjetër, por spaku kanë tentuar me shkuën hanë. Edhe kanë tentuar me zbulu hanën. Mirë po krejt që kanë shku deri tani hanë, nuk di që në shku me marr hanën me çit dikun tjetër se po na nxën dillin apo. Me çit dikun tjetër a kanë tentuar shumë apo? Kur? A kanë tentuar në erë shkencëtar me ndryshu kombinimin e elementi kimik? Ramu karboni, magneziumi, ku di çfarë, kanë këtë përmbajtje, me ndru. Mos me kon kështu, kanë tentuar, jo kanë tentuar me zbulu dhe duke zbulu me shfryzu për çka i duhet. Çfarë kanë tentuar? Andaj subhanallahu shiko gjallë njerëz ato. Ata i nënshtrohen në të pa kontestueshme. As nuk thon logjikisht nuk i bën me kon ujë hadi, logjikisht. A thonë njerëz këtu? A keni shkencëtarë që logjikisht nuk i bën s'ka kështu. Aja ka zbulu këtë mundot që ta më shfryzu dikun tjetër. Edhe pse thash kjo është tek unë e tëra me një mejdan që Allah xhallahu ala si ka dhënë vlerë të madhe. Nëse kur vin tek shariati Allah azza xhall, apo e çështi pa ndryshim se el Jabbar ka zbrit, s'u ndron tek këtë kufi. E aty aktivizohet logjika, arsyeja, mund më shty pak, më shku pak kështu më radh. A ka mundsi më bë? Nuk ka mundsi më bë kur vëllav. Nuk ka mundsi më ndryshu kur fen Allah xhallahu ala. Andaj Allah xhallahu i kanë poshtë. I kanë poshtë. Jo, se Allah nuk mund për poshtë askën. Por nga njëre dikane në poshtë edhe përmes një sebepi shumë të ullët, shumë pavlefshëm për ballat i që në poshtët. Prandaj, sarë ka ndodhë që filozofët e caktuar që kanë investu një në tyne, me dekada kanë investu, për të arrit tek një përfundimit caktuar, apo i kanë poshtë Allah xhallahu ala me dilemën e një mezini në xhamia, apo s'ka mund me dhënë zgjidhje apo. Ne kanë vazhduar pastaj edhe vite tjera të studimit të hulumtimit për me gjetë se çuçi bën kjo puna. Prandaj besimtari kupton se ato që Allah ka vendosur te shariati i tij, ka vendosur që te urdhën, e kupton si urdhën, dhe ato që ka vendosur te Allah ndalesë e kupton si ndalesë dhe nuk filozofon, e nuk përdor teulate, komentime, shtjellime, përpjekje ndryshme për ta ndryshuar përbërjen e këtij urdhni ose ndalese, por atëra që e bën është nënshtrimi, nga se kjo që ka ardhur shpejt atij që është el Jabbar. Nuk e pas mundësi me ndryshu kombinimin e ujit, e pa ndryshuar kombinimin e Kuranit është e pamundshme. Prandaj ne jemi të sigurt se të gjitha krijesat bashkë të bëhen, nuk kanë mundësi me ndryshu Kur'anin, nga se Allahu ka thënë inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Ai që është el Jabbar, ai që ka sfidu krijesat me ndryshu kështu për bën e ujit apo e s'kan mujt, ai po i thot unë el Jabbar e ku më zbrit Kur'anin. Edhe po i them që s'keni mundësi me ndryshu. A kanë mundësi pasaj me ndryshu? Është e pamundshme. Andaj elhamdulillah xhallahu ala sikur që nuk na ka ngarku me rujt për bërjen e ujit mos pandron dikush me bë ndryshe, apo gjithashtu na ka liruar edhe mos me rujt Kur'an apo. Na nuk e kemi me rujt mos me prish dikush. Nga se këtë e dhun Allah xhallahu ala. E jo është me rujt për veten tonë. Me nxon për mësh sot kanë mundësi, me kuptu sot kanë mundësi, me praktikuar që ka kërkuar Allah xhallahu ala. Pa gjitha këto kuptime përballë këtu në realiteteve mund të nxjerrim nga emri Allah xhallahu ala el Jabbar. Gjithashtu edhe ajo që e përmend edhe më herët të nderuar tek kuptimi i emrit el Jabbar në raport me Allah xhallahu ala është se Allahu xhallahu ala është i gjithfuqishëm, është i gjithmundshëm të ndryshon gjendjen e robit. Prandaj sa thyrje kemi ne. Nga njëra për shkak paramonati që tu e ki një gotë me ujë. Që tu e ki një gotë me ujë. Edhe ajo gotë me ujë është shumë vendimtare për ty me e pi atë. Shumë vendimtare. Mirë po e ki dorën e thyme. Apo sa do të tenton me kap dhimbja, s'mund të kap. Ka njëri ko do të thënë s'mund me zgjat. Apo nuk mundesh. Sa ke nevojë këtë të thon dikujt apo a ka mundësi veç për disa çaste me pas dorën jo të thyme me kap çta ujë. Një në kësaj bote, për një ujë.
e sa na jemi përballë disa adhurimeve apo që na dim sa mirë të më kon, po s'po mundem me zgjat dorën. Zemra është e thyme, ti e shes sa mirë atë, ama nuk mundesh të përjetu, nuk mundesh me e marr. Prandaj na kur lexojmë, kur ndëgjojmë për jetën e selefit, se si kanë përjetuar ata, si kanë jetuar ata, na dim sa mirë atje. S'po kur din që të bini kena arrit me ardh. Se e dim se shumë ata janë tu kënaqur atje. Mirë, po duhet të thyme kemi atë. Pe gjunava, kom të thyme, s'ndesë atje. Thuaj atij që është el-Jabbar, gjithë mi kom të durt, apo ma bashko këtë thyrje që e kam. Ma mundso që të eci i fuqishëm e i shëndosh drejt asaj kënaqësie që unë po e nihet atu kënaqet atje. Sikurse do të bën ai robi që i fundit ka me hin xhenet. Ai nin zonë të xhenetlive. Hadith që ka Sahih Muslim. Ai nin, pa ka mundsi me ec dhe ty në palen Allah xhallahu ala as ka mundsi. Prandaj as ti nuk ke mundsi me ec drejt një xheneti kësaj bote, drejt një pritimi të caktuar, nga se jemi të thyer. Nuk mundem na. Të thyer në çdo aspekt. Që pa mundson lëvizjen tonë drejt asaj që ne e dëshirojmë. Andaj kërkojmë nga Allah xhallahu ala përmes emrit i el-Jabbar, i cili është i lartë, që neve të na ngrit, që neve të na ndëron, që neve Allah xhallahu ala të na nxjerr nga borllogjet e errësisë të kësaj bote apo në bukurinë e adhurimit të Allahut te barekuta. Andaj asnjë njeriu, ai që njeh emrin Allah el-Jabbar, asnjëherë nuk zhgënjet, asnjëherë nuk dorëzohet, asnjëherë nuk është pesimist se gjendja e tij mund të shkojë pozitivisht nëse ai don edhe kërkon ndihmën e Allahut xhallahu ala. Nuk është kjo një mision i pamundshëm. Sigurisht se ka mundësi me ndryshu. Ai i vetmi që ka mundësi me ta ndryshojë këtë gjendje është Allahu xhallahu ala. Prandaj njerëzit më kërku nga Allahu xhallahu ala që tua përmirëson zemrat, që kërkojnë tua përmirëson rrezikun ose shëndetin ose problemet e caktuara Allahu të eviton me atë përkushtim, vallahi do të gjendja aty në pak më ndryshe. Prandaj sigurisht se edhe një dietar thot një herë pa ta rastin i pastë disa njerëz apo se si brohoritnin dhe se si para brohoritnin po edhe brohoritnin po edhe domethën ishin të përkushtuar në një ndeshje futbolli duke kërkuar që Zoti t'ia mundson atë lojtarin me dhon golla atë. Aq përkushtim i madh, aq kërkesë e sinqertë ishte nga grupi i tifozëve, sa që thot ky dietar, mora po shtypë se në këtë moment me çit përkushtim, me thënë Allahu të vën gollit, xhenetit Allahu jap apo. Pa një nga njëra ose kur kanë në nevojë njëra. Edhe shkon te dikush që ka mundësi me ndihmu apo. Si thehet apo, si porulet. Se din se ai më dasht, ja jap atë letrën. Ai më dasht, ja porë të bash. Ai më dasht kuptim, njerëz kanë këç kuptime. Apo edhe pse ai më dasht nuk mundet më bë, megjithatë sa thymja bota apo. Wallahi na ma arrit me lut Allahun për ihdina siratal mustaqim namaz. Qysh një fukara te dritarja e xhamit ton e kire ton lyp 50 cent, besoj që pak më shumë udhim kishim arrit me marrë në namazin ton apo. Ka sa është el-Jabbar, ai ka mundësi me ndonjë gjendje tonë në fuqi e kërkimit dhe e lutjes në ihdina siratal mustaqim. Para ti që është el-Jabbar, wallahi mund të ndryshon gjendjen tonë në mas të madhe që nuk ta mërmend aty sa mund të ndryshon gjendjen jote. Pastaj këtë duhet ta kuptojmë. Krejt që ka ti ke nevojë dhe ke dëshirë me ndryshu, dije se Allah xhallahu ala ka mundësi me të gjithë shkolla. Kur kush ka mundësi me të gjithë të jepën, por që Allah xhallahu ala, nga sa është el-Jabbar. Andaj është i vetmi që ka mundësi me përmirësu gjendjen tonë, edhe të dunjas, por para dunjas të ahiretit të dinit tonë të imanit tonë. Prandaj kjo i jep një shpresë besimtarit se Allah xhallahu ala është ai i cili ka kriju këtë nafs, ai i cili e njeh çka ka këtë nafs dhe ai i cili ka mundësi këtë nafs me rregullu dhe me nënshtru ndaj Allahut subhanahu taala. Dhe e fundi që do të përmend pe dobive që i kthejmë këto është se them se Allahu xhallahu ala është ai që me emrin e tij el-Jabbar dhe me emra të tjerë apo porimet e kam Allahu el-Jabbar, Allahu azza wa jall për me këtë emër imposht ata që kanë marrë guxim të jenë xhabbar të tokës apo. Zullumçar dhe imponues në tokë që i detyrojnë njerëz të bëjnë atë që Allahu s'e ka detyruar. U imponon njerëzve atë që Allahu xhallahu ala ka imponuar, me padrejti, me zullum, me agresion dhe me dhunë. Kjo ja besimtar një bindje se sado që ata të jenë të fuqishëm, sado që ata të jenë të pushtetshëm, megjithatë el-Jabbar është që ka më impost me lenin Allahu xhallahu. Dhe kjo vazhdimisht ja besimtar një optimizëm që nuk e lën të gjynzohet, nuk e lën të zbrapset, nuk e lën kurrë të dekurajohet,
por gjithmonë është inkurajuar përmes emrit të Allahut Al-Jabbar, se Allahu xhallahu ala ka më impost e jo është që ne ti marrim sebepet e caktuara. Tecën përpara se të na mundsi, ndërsa pjesa e mbetur i me Allahu xhallahu ala. Andaj sa kanë poshtë Allahu xhallahu ala, kur shikosh sikur se ka dy fuqi që janë përballë, si kanë qëndruar, është se ndoshta mundsinë më minimale nuk e ka pas Musa sa me fituar. Mirë, Allahu xhallahu ala ka fituar. Andaj Allahu xhallahu ala dhëruar është ai i cili nuk varet situata, reliefi, pozitë gjeografike kështu më radh për me mund dikën atë. Si duhet kjo? Prandaj për fund duhet të thonë një dobi që mendoj që duhet mentojmë me sa jaftë. Ai që është El-Jabbar, ai është që e mposht armikun e tij çysh don ai vet. Në çën medan don Allahu xhallahu e mposht. Ti për me mund dikën apo kurzosh pe shumë rrethona atë. Pe shumë rrethona atë. Nga mungesa një rrethona bën me hub atë. Allahu xhallahu ala nganjëre ndodh që asnjë rrethon mos më kon që t'jap ti përgjithëse se ka më rezultate. Allah e ndron. Ma në nganjëre me gjëra të kundërta që të duan për me fituar. Kur ka lind Musa alayhi salam dhe faraoni e dini ka kërkuar shtëpi në shtëpi. Kur është rreziku Musa alayhi salam se kanë me gjetë ushtatë e faraonit apo. Tash duhet fitore. Në kuptim me rujt Musa alayhi salam, Allahu xhallahu ala e ka frymzuar nonën e Musait me marrë sebeb i cili më shumë i kontribon me nxon sa më së pashtuar. Apo kur të rrezikohet për shembull fëmia, nona e qet në rrugë është në shtëpi. Në shtëpi. Andaj për shembull sebebet njerëzore thonë, nëse ushtria po vjen me gjet këtë fëmijë, apo sebebet njerëzore thonë që futën normal, futën në krevat, që lëni grup në tokë që të shtinë dikun apo tonë. Çto sebebet në shtëpi ruje. Apo Allahu po i thotë që të ndeti atë. Kjo është tërësisht në kundër të sebebeve. Apo gjë ndeti. Atë ndeti ka bo kanal caktuar, faraoni apo që kalon ai në për ka më shku taj për më tregu Allahu xhallahu Musës edhe nonës Musës edhe neve këtë apo se për Allahu xhallahu ala si ke në hava, si ke në tokë, si ke në ndeti, si ke në krevat, për to është apo e parancishme për me kapë me të pështuar. Prandaj besimtar me koni bindur se si me kon midis detit i kapët për një drasë të vogël apo e si me kon mrena shtëpis vet me antarët e vet, njëjtë është për Allahu xhallahu ala, edhe me të pështuar edhe me të myt apo, të dyjet. Kur as nuk e ka më lehtë me të myt se tash ndeti e me të shit pak më shumë, e mashtria gjithmonë ka lehtë ajo. Sa është El-Jabbar. Andaj nganjëherë ne bëjmë që këta po forcohen këta që kanë marrë apo ka sa për Allahu xhallahu ala absolutisht e rëndësishme apo. Rrethonat e fuqizimit të dikujt ose ngritjes së dikujt për Allahun të parëndësishme për mposhtën e tij. Andaj na nuk shikojmë në fuqizimin e dikujt tjetër, po shikojmë në përmirësimin e raportit me Allahun xhallahu ala. Kjo është ajo që e dikton poshtën e dikujt. Jo fuqizimi i tij apo. Ase mund të jetë i fuqishëm maksimalisht dhe bashkë atë kur më shumë të fuqizohet Allahu që më mposht apo. Dhe këtë na hap thash kuptimi i emrit të Allahut El-Jabbar. Prandaj nuk mposhtemi, nuk dekurajohemi apo nuk zhgënjehemi kur për shkak të rrethonave të caktuara, për shkak të rrethimeve të caktuara, për shkak të zhvillimeve të caktuara kur. E vetëm sa që na bën më zhgënjë është mos përmirësimi jon sikur se duhet apo. Nga se çike vonon intervenimin e emrit të Allahut El-Jabbar në poshtë në armiqve tonë apo. Vetë gjendja jon. Edhe këtu Allah na ka tash mundësi më përmirësu, nga se ka bënë dan të hapur, prandaj të gjitha mundësit Allah na i ka dhënë. E jona është apo shfrytëzojmë apo jo. Pra këtu janë ato disa kuptime që kanë bën emrin Allahut El-Jabbar edhe në raport me Allahun xhallahu ala, por edhe në raport me neve të ndikimit të këtij emri në jetën tonë të përditshme, në imanin tonë, në përmirësimin e gjendjes tonë në përgjithësi. Elus Allah na manduar që të përmirëson gjendjen tonë, dhe elus Allah xhallahu ala që të imposhtë armiqton me fuqinë e tij e me emrin e tij El-Jabbar dhe të na ruan Allah xhallahu nga çdo e keqe, me kaq po i do fund trajtimit të këtij emri. Wa sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katira.